Hasani dhe Huseini, vrasja e nipërve të profetit. Në historinë e Islamit, ka ngjarje që nuk janë thjesht rrëfime, por plag të gjalla në zemrën e umetit. Ngjarje që mbartin dhimbje, por edhe mësime të thella për drejtësinë, durimin dhe besnikërinë ndaj të vërtetës. Kjo është historia e dy nipërve të dashur të profetit Muhammed alayhis salam, Hasanit dhe Huseinit. Ata nuk ishin vetëm nipër, ata ishin pjesë e shpirtit të tij. Profeti alayhis salam i merrte në krah, i puthte dhe i mbante pranë në çdo moment. Në një hadith të saktë transmetohet, i dërguari Allahut alayhis salam e puthi Hasanin dhe Huseinin dhe tha: "O Allah, unë i dua ata, prandaj duaj edhe ti ata dhe duaj ata që i duan ata." Në një rast tjetër ai tha: "Hasani dhe Huseini janë zotërinjtë të rinjve të xhennetit." Kjo dashuri nuk ishte e fshehtë, ishte e dukshme për të gjithë. Ai mbante mbi shpinë gjatë sejdës, i merrte me vete në xhami dhe i trajtonte me një butësi që rrallë shihet. Por në zemrën e profetit alayhis salam kishte edhe një dhimbje, një dije që ishte dhënë nga Allahu. Një ditë, teksa mbante Huseinin, ai filloi të qante. Sahabët u habitën. Ai tha: "Më erdhi Xhibrili dhe më njoftoi se ky biri im do të vritet." Në një transmetim tjetër, profeti alayhis salam mori një grusht të dheu dhe tha se aty do të derdhej gjaku Huseinit. Ishte një paralajmërim, një dhimbje që ende nuk ishte ndodhur, por që ai tashmë ndjente. Pas vdekjes së profetit alayhis salam koha ndryshoi, sprovat u shtuan, umeti u përball me përçarje. Hasani, djali i Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, u bë një figurë e rëndësishme në këtë kohë të trazuar. Ai kishte mundësinë të luftonte, por zgjodhi paqen. Profeti alayhis salam kishte thënë për të: "Ky biri im është zotëri, dhe ndoshta Allahu do të pajtojë përmes tij dy grupe të mëdha muslimanësh." Dhe ashtu ndodhi. Hasani hoqi dorë nga pushteti për të shmangur gjakderdhin mes muslimanëve. Një akt i rrallë sakrifice, një fitore e heshtur e paqes mbi ambicien. Por jeta e tij përfundoi në mënyrë të dhimbshme. Ai u helmua, një fund i qetë në pamje, por i rëndë në realitet. Por tragjedia më e madhe do të vinte me Huseinin. Në vitin 680, në tokën e Kerbelas, historia mori një kthes që do të mbetej e paharruar. Huseini nuk pranoi të nënshtrohej ndaj padrejtësisë. Ai nuk pranoi të legjitimonte një udhëheqje që e shite si të padrejtë. Ai u nis me një grup të vogël, familjar dhe shok, drejt një përballjeje të pabarabartë. Në Kerbela, ata u rrethuan, u privuan nga uji, ditë të tëra në etje, në ndjellin përblues. Dhe më pas, erdhi dita e Ashuras. Një nga një, shokët e tij ranë, pastaj familjarët, dhe në fund, vetë Huseini. Ai u vra në mënyrë tragjike, duke qëndruar i palëkundur në të vërtetën që besonte. Vrasja e Huseinit nuk ishte thjesht një betejë, ishte një tronditje për gjithë umetin. Profeti alayhis salam kishte paralajmëruar. Ai kishte qartë për të, dhe tani, ajo që ishte thënë, ishte bërë realitet. Allahu thotë në Kur'an: "Mos mendoni se ata që janë vrarë në rrugën e Allahut janë të vdekur. Jo, ata janë të gjallë te Zoti i tyre dhe furnizohen." Surja Ali Imran 169. Hasani dhe Huseini nuk janë thjesht figura historike. Ata janë simbol i dashurisë së profetit alayhis salam, i sakrificës, i drejtësisë dhe i qëndresës ndaj padrejtësisë. Dy nipër, dy rrugë. Njëri zgjodhi paqen për të shpëtuar jetët e njerëzve. Tjetri zgjodhi sakrificën për të mbrojtur të vërtetën. Të dy, të dashur nga profeti alayhis salam. Të dy, zotërinj të xhennetit. Dhe historia e tyre mbetet një kujtesë e gjallë, se e vërteta ka çmim, dhe se dashuria e profetit alayhis salam për familjen e tij ishte një dritë që nuk shuhet kurrë. Allahu qoftë i kënaqur me Hasanin dhe Huseinin dhe na bëft prej atyre që mësojnë nga historia e tyre. Amin.